kanë për qëllim të përqojnë mesazhin në veshët e duhur, që janë institucionet ose bizneset të cilat kohëve të fundit, dhe jo vetëm kohëve të fundit, po që vini kohë të gjatë janë duke apozuar me çmimet e larta në Kosovë. Dhe unë vesh janë të dobishme, po nuk e di kohëve apo kanë efektin e duhur, sepse nuk është që po ka reakcion nga ana e kundërt. Pra, çdo iniciativë e tillë është e mirë se ardhur, por është e mirë se ardhur deri në momentin që ka efekt pozitiv dhe reakcion. Po ne po e shohim ka kohë që është duke organizuar kjo fushat, Kosova bojkoton, por realisht çmimet janë të tilla, por mos thënë ndoshta janë më të larta. Prandaj organizatorët e Kosova bojkoton mendoj që duhet ta mendojnë ndonjë ide tjetër për të arritur presionin dhe për të arritur edhe qëllimin e tyre që është edhe zolimi i çmimeve. Unë në rastet e tilla nuk është që duhet përjashtuar edhe protestat fizike para institucioneve që janë përgjegjës për situatën ekonomike në vend, që siç është edhe që qeveria e Republikës Kosovës, e cila ka barën kryesore për situatën e rëndë ekonomike që e kemi aktualisht. Prandaj, çdo iniciativë është e mirë se ardhur, por duhet kemi edhe reakcion nga pala tjetër, të cilën nuk të shohim deri në tani. Pra ju po thoni që një iniciativë e tillë ndoshta dhe nuk mund të ketë efektin e duhur, pra nuk mund të ndikojë tërësisht në uljen e çmimeve në treg. Jo, aktualisht nuk kemi parë efekt, ndoshta që nga fillimi personalisht e kam mbështetur dhe i mbështes iniciativat të tilla, por në momentin që ato nuk rezultojnë me kërkesat që e ka organizimi, atëherë mendoj që duhet të ndryshohet edhe qasja edhe forma e bojkotit ose e revoltës qytetare, sepse tek e fundit kjo është një revoltë qytetare, të cilët çdo ditë më shumë po ju vështirësohet jeta dhe ata kanë zgjidhur këtë formë dhe unë mendoj që është e duhura, por nuk është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e tyre. Kudo në botë, jemi dëshmitar të gjithë ne, që në rastet kur lëvizin çmimet për arsye të ndryshme qytetarët çohen në protesta dhe nuk e lejojnë të ndodhë diçka e tillë. Ndoshta ne duhet të mendojmë edhe një hap të tillë për të reaguar kundër çmimeve të larta, të cilat dita ditës po dalin jashtë kontrollit të tonë realisht. Po, realisht, zotëri Muhaxhiri, ne kemi parë një reagim, pra përmendet edhe ti që një iniciativë e tillë nuk po ka, po themi ashtu, sukses, dhe një gjë të tillë ka pohuar edhe Agim Shahini, por ka pasur një reagim të menjëhershëm nga